Faktikisht ky raport nuk është veç që do të sjell statistika, është një raport që ka me prezentu lavdia tutje, është një raport që e bjen një pasqyrë se si është zhvillu dhe si po zhvillohet çështjet e kujdesit në Kosovë. Për neve si organizat edhe nuk kemi pa një raport të tillë, është hera e parë që po punojmë drejt për drejt, edhe jemi të partë që po e trasojmë një rrugë të tillë, është pjesë e një projektit regional, po e rëndësishmja është që tash e kemi një raport që do të na jep disa indikatorë të rëndësishëm për zhvillim në Kosovë. E shpresoj shumë që ky raport sot edhe kjo konferencë ta jap atë rrugën e duhun edhe t'i merr ato bashkëpunimet, jo vetëm neve si organizat, po gjithë akterët, sepse keri është shumë me rëndësi, çështjet e kujdesit janë shumë me rëndësi, të përfshin shumë akterë edhe të kenë shumë partner në rrugën e saj. Kosova ka një infrastrukturë, por shumë e ndame edhe jo ajo e duhuna siç pretendojmë në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian të shkojmë, nuk është kerë ose çështjet e kujdesit, e sidomos kur është fjala me perspektivë gjinore, nuk është i duhuni. Bara e kujdesit, për çka na si organizat jemi përfshi në këtë projekt, edhe pse kemi ba me shumë entuziazëm është sepse prej misionit tonë, prej punës tonë të vazhdueshme, mendojmë vazhdimisht se si t'i lirojmë gratë edhe prej një punës të madhe që e kanë të kujdesit në familje, edhe dikun 300% janë të angazhume në kujdes për familje, për të moshuar, për fëmijë, për menaxhim të shtëpive tyre. Ideja ka qenë çdo herë qysh me rekomandu shtetin për me i liru gratë prej kësaj bare kaq të madhe. Nuk mjafton vetëm politika ose masa afat shkurte, për neve është e rëndësishme të kemi reformë. Edhe sot lavdia do të tregoj rekomandimet, por unë si drejtoreshe qendrës du 3 reforma që kemi pas si projekt, si ide, sepse kemi qenë edhe në Spanjë, edhe kemi pa dhe modele, kemi lezu edhe materiale, kemi krahasu tonat, do doja t'i ndaja 3 reformat që do doja t'i shihja në të ardhmen në Kosovë. Reforma ligjore edhe regulative, që nënkupton me i finalizu udhëzimet të ligjeve që sidomos ligjin për shërbime sociale, reforma financiare. Kërë nuk shihet shumë në kornizën buxhetore. Nuk shihet, ka kujdestar që paguhen, ka disa pagesa, por nuk është si një grant i veçantë edhe nuk është edhe martutjes me perspektivë gjinore mjaftueshëm. Do donim të analizonim ma shumë aspektin fiskal, edhe të propozonim një mënyrë se si ta vendosim kerin në të ardhmen në kornizën buxhetore të Kosovës, edhe tjetë krahas reformës që tani është financiare, tjetë edhe kerë si pjesë e saj. Edhe reforma institucionale, që nënkupton, sepse kemi qenë në teren, kemi pa shumë komuna janë anku që e kanë barën legislative për me udhëheq me çështjet e kujdesit, por nuk kanë financa, apo nuk munden me i realizu ato të arrituna. Nuk du të zgjat ma shumë, sepse raporti ka me qenë i detajshëm sot, du veç me ju falimnderu edhe me juftu, me reflektu ju si akter për me u bashkangjit në të ardhmen me një ide pak ma të konkretizume me u bë bashk,
edhe me pa modalitete sa ma afër Bashkimit Evropian edhe Bolonjës, edhe me gjithmonë me perspektivë gjinore, që për neve është ajo ekonomia vjollës ose purple economy, ta mund me u përfshi në legislacionin tonë. Nuk po marrë moj me eftu Vlorën. Vlorë eftu me për një fjallë rasti. Faleminderit shumë. Ky program është rrjedhoja e procesit Berlinit, ku duke u falendëruar Mbretërisë së Bashkuar nën titullin Transforming Care apo ekonomia e kujdesit për të parë kujdesi si mundësi investim publik për zhvillim ekonomik, është parë rëndësishme që të na mbështesin UN Women jo vetëm në Kosovë, por në Ballkanin Perëndimor, së bashku me partnerët tonë në mënyrë që të shikojmë se si edhe si rajon të shkëmbejmë informata, të punojmë në adresimin e kujdesit apo për kujdesit si mundësi e re për zhvillimin ekonomik. Tani nga raporti keni me pa që nuk është që nuk ka iniciativa, por që nga vendet tjera që i panë Bashkimit Evropian dhe duke pa strategjinë e Bashkimit Evropian ku synon Kosova me që është strategjia për care, mendoj që është një moment të rëndësishëm të bëhet një sistem, një strukturë e cila do të ndihmojë. I would like to start by thanking the Center for bringing us together today and for the important work behind this study. I also want to thank UN Women for its leadership through the Transform Care Initiative and the UK government for its support. You know, I know it was just 6 weeks ago, as Flora was saying, a very busy schedule of events related to this that we came together. And I am really happy that we are keeping up this pace. I mean, one of the good things about these accelerated timelines is you have to keep it moving. I also really enjoyed reading the survey, the study last week. And I really think the research team has done an excellent job in framing the issues, noting where the progress has been made, and outlining the very important decisions that need to be made, particularly around financing. Without preempting the presentation, one sentence really stood out for me. Said, the current model of care provision in Kosovo remains fundamentally anchored in a social welfare paradigm where care services are treated as residual interventions aimed at reducing vulnerability rather than as strategic investments in economic and human capital development. And for me, that really felt like a crucial point. We need to think about care in all its complexities, how that fits within Kosovo's development trajectory. For us in the UN Kosovo team, human capital development is one of the 3 priorities in the new strategic plan that we finalized with the Prime Minister, with the government on Friday, precisely because it is such a central issue, it is such a central topic, not only from an economic perspective, but also because all of us here want to create a society where everyone can reach their full potential. Çka është ekonomia e kujdesit? Nuk do të hyj shumë në detaje sepse besoj gjithë që jeni këtu jeni veç se të përfshirë në këto fusha. Po janë 3 komponentë kryesorë që dua t'i përmend, është sektori kujdesit të paguar ose ekonomia formale, që janë spitalet, qendrat rezidenciale, infermierët, do thotë persona që paguhen edhe kontribuojnë masandej në bruto produkt inventor, është kujdesi pa paguar ose ekonomia jo formale, që është kryesisht kujdesi i cili ndodh në shtëpi nga familjarët dhe nuk paguhet, dhe janë sistemet mbështetëse dhe politikat, si financimi publik, sistemet e mbrojtjes sociale dhe rregullimi i tregut të punës. Këto do thotë janë ato 3 fushat ose 3 komponentet kryesorë të ekonomisë së kujdesit. Burrat kalojnë 400% më tepër kohë se gratë në punësim, shumë 3.9 orë kundrejt 0.9 orë, gratë kalojnë 300% më tepër kohë se burrat në punë të shtëpisë dhe në punë
kujdesi. Mesatarisht do thotë në përgjithësi kalojnë 4.9 orë punë kujdesi të papaguar, gratë kalojnë 2.7 orë ose 44% më shumë se burrat. Në total do thotë kalohen 94 ditë në vet ose 2263 orë në vet për gratë dhe 55 ditë ose 1314 orë për burrat. Do thotë ajo që u përmend disa herë që janë gratë të cilat ato e kanë kryesisht barrën e kujdesit dhe kryesisht të papaguar. Të dy hulumtimet vinë në një përfundim pak a shumë që gratë kalojnë 65 deri 75% të kohës në kujdes për familjen dhe punët e shtëpisë. Disa prej gjetjeve kryesore janë që sistemi i kujdesit është i fragmentuar, është i nënfinansuar edhe është pjesërisht funksional. Kur them pjesërisht funksionale, kam fjalën për mos përfundimin e akteve nënligjore, do thotë për sa i përket për shembull ligjit për shërbime familjare dhe sociale, dhe disa ligje të tjera të cilat janë duke u finalizuar, por akoma nuk janë finalizuar dhe shkaktojnë këtë funksionimin e pjatshëm. Pastaj kujdesi mbetet kryesisht punë e papagume dhe mbetet kryesisht punë e cila kryhet nga gratë. Korniza ligjore ekziston, por zbatimi është i dobët. Kjo është vërejtë edhe nga analiza që kemi bërë analiza ligjore, por edhe nga takimet konsultative që kemi pas nëpër komuna. Kjo është shpreh disa herë që edhe pjesëmarrësit në ato komuna kanë thonë po, ka ligje, por nuk zbatohen siç duhet. Pastaj janë disa boshllëqe sa i përket shërbimeve. Te kujdesi për fëmijë, shërbimet janë shumë në standardet evropiane. Te kujdesi afatgjatë dhe për të moshuar, kujdesi është shumë i kufizuar. Ka mungesë të dhënave për sektorin e kujdesit afatgjatë. Sa i përket dimensionit gjinore, përmendëm që gratë kryen diku 65 deri 75% të punës së papaguar të kujdesit. Dhe kjo ka dy pasoja kryesore. Një është pjesëmarrja e oltë në tregun e punës, sepse gratë cilat janë të detyruara të kryejnë punë të kujdesit në shtëpi e kanë të pamundur të gjejnë një punë tjetër, dhe pastaj edhe shkarkohet varësi ekonomike edhe mungesë kohe për ato gra. Fillimisht do të mendoj që është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi dhe inputet nga shoqëria civile, nga organizatat jo qeveritare, sepse shohim me një perspektivë tjetër, e cila është më objektive dhe në këtë rast është shumë produktive edhe për ne edhe për qytetarin që e prekin ato politika dhe ligje. Ndërsa për çështjen e investimeve, ne vetëm e kemi në plan program në zotimet tona të ardhshme, pasi që jemi në fushate tani dhe ndoshta nuk është edhe mirë ta potencoj, mirë po kemi në zotimet tona për 4 vjeçarin e ardhshëm. Para disa dite kemi pranuar si ministri një strehimore të re në veri të Mitrovicës, në pjesën veriore të vendit, që është ndërtuar me standarde dhe do të vazhdojmë gjithandej qendrave kryesore për krijimin e strehimorëve, për arsye se është kosto. Njëherë do të vazhdojmë edhe me banimin e përballueshëm, sepse konsiderojmë që banimi i përballueshëm është shumë i rëndësishëm për çiftet e reja, të cilët dëshirojnë të krijojnë familje dhe aspekti financiar të mos jetë pengesë për aspiratat e tyre që të krijojnë bashkë një familje dhe të vazhdojnë tutje, kështu që për këtë është banimi i përballueshëm, të cilin kemi filluar dhe jemi në fazë bukur të mirë, gjithashtu dhe banimi social, i cili është duke vazhduar për të gjitha familjet që kanë nevojë dhe janë pa strehim. Banimi rezidencial domethënë, i cili kryesisht lidhet në departamentin që është drejtori këtu prezant, ndërsa banimi i përballueshëm është në bashkëpunim me Ministrinë e Ambientit. Prishtinës përfshin edhe 6 komuna tjera, nuk është të drejtë që gjithë kushtet të vogla të mos presin pasore. Për ligjin e punës kemi të drejtat e punës për të gjithë. I kemi është që me përfshi ma shumë një analizë afatgjatë, çka është punëto për me e përmbushit hapësirën të kemi e nevoja. Do të përmbushim sipas nevojave të tregut të punës. Mirë, po